është me këshillu mshiu razi, dhe kushti katër që do të flasmi sot është mja ditë gjendjen emocionale aktuale njerit. Është shumë e rëndësi me lujtë rolin e psikologit, me ditë çfarë gjendje janë personi, në çfarë gjendje është ai që ti jep këshilla tina, në çfarë gjendje është, gjendje të mirë psiqike, emocionale, a ka lajt të lashet madhe që ti që i fol me ta nuk i për atë punë. Është shumë e rëndësi me ditë, edhe me pas parasysh sa ndikon fjala jote, dhe çka i duhet fjala jote, ç'është nxjerr fjala jote pe krize, personin në fjalë që ti do me këshillu. Mja ditë gjendjen aktuale. Vëllezër, nganjëherë nuk vijnë shumë argumente, sa vijnë me nçuri, çysh më ia thon njerit vërtetën dhe çysh më nxjerr njerit pe krize. Domthon muslimani ka obligim, ka karakter me nxjerr njerit pe situatës. Jo më jam shel dyrt. Nëse ai ka rënë humner, çfarë do më bati me mlu? Mi që dhe alo për një për shka, apo du të me nëzirë ata. Logika të du të me nëzirë për krize. Du të me përvu me bëm metodat ndryshme, me dhanë ko, me kuptuaj që është keq. Tani pasaj nëse është nevoja me gjykua dhe gjykua, du ka problem, por du të me nëzirë për krizes. Du është me nëzirë për krizes. A disa sa luron një fjallën njerëzve njëre se bote. A disa luron një moment, por dikan me a shkatru jetën, me a fundos jetën, ose me dekapitulu fatën jetës ti. Mos në tako Zot me njerëz që s'na kuptojnë. Vëllezër, edhe shoqëritë më herët kanë pas nevojë për njerëz të mirë. Edhe sot e kësaj dite ka nevojë për njerëz të mirë. Edhe njerëz nganjëherë dështon veç për shkak se s'ka rënë në kontakt me njerin e duhur, që ja kupton hallin, edhe i ndihmon me dalë për krizës. Domthonë nuk ka rënë në kontakt me njerin që ja kupton hallin dhe i ndihmon me dalë për krize. A e dini sot sa i riu dhe e reja, e sa shoqëritë dekapitulojnë fatën jetës tyre për shkak se s'kan njerëz të sinqert, të dishëm në rreth me këshillu për një gabim të mundshëm që kanë mund të bëjnë. Edhe dekapitulojnë fatën jetës ti. Plot njerëz ka. Plot. Por Zotin e madhreshëm s'bën mi bë personale. Këto çështë në jetën tem kam pas shumë përvojë me njerëz të ri. Që ka thonë është takimi i fundit që flas me njeri unë. Thot nesër kur të mpash që kam ndru jetë, unë kam vendosur me myt vetën. Plot rase kam, që me mu personalisht kanë folë. Edhe ta shtat kuptimin fetar, kur nëse ty ti ka mbyll dyrë dikush në këtë dunja, a e din që ai që të ka kriju ta kanon derën qel, a e di këtë punktin. Nëse këtë dunja e ti mbyll dyrt, o ai që të ka prun këtë dunja e të kanon derën qel, vëlla, veç nëse do me mshel ti vetë. Nëse ti do me mshel derën e Zotit madhreshëm, nuk ka derë që të zemë. E di pse vëllezër, që sa thjesht. Pse po kërkon ndihmë pe njerit, kur çaj njeri nuk mund të ndihmu pa i dhënë leja i nalt. E pse s'pe provon njëra ti nalt më drejtu? Kur thot ai po nalt, shumë lehtë është. Këtë zemrat i van bashk. E çish po don me kërku ti ndihmë pe dikuj e me arru Zotin, a? Kush të ka dhënë jetën? Allahu xhelle wala. Kush kujdeset për ty? Allahu. Dhe ai të shpjegon se në këtë dunja s'ka përfunduar gjithçka. Pra është shumë e rëndësishme mënyra që shpol me njerëz vëllezër. Është shumë e rëndësishme mënyra që shpol në situata ku njeri është në krizë. Është shumë e rëndësishme di çka po fol me ta. Shumë e rëndësishme. Me a ditë gjendje emocionale. Njëri është ka në vështërsi, ti s'ki nevojë tash me filozofu dhe me vështërsu jetën. Po ti dush me kuptu hallën e tij ku është. E pastaj tani për biseda tjera ka vende dhe ka pozita tjera, ka mundësi tjera, por e rëndësishme me shpëtu jetën e njeriu.
Dhe këshilla është shpëtim për njeriu. Për këtë arsye, një prej kushteve vëllezër me i dhënë këshill njeriu është me ia ditë gjendjen emocionale aktuale ku është njeriu. Për shka kohën e fundit, sepse më herët s'kan ekzistuar institucionet psikologjike. Vonë kanë ardhur institucionet psikologjike. Çfarë detyre ka psikologë ose merr psikiatri? Ka detyrë me kuptu gjendjen emocionale të njerit. Ti e shaj fizikisht është shumë mirë, po emocionalisht e keq. Dhe ai studion këtë çështje. E tash çfarë është sa interesant. Njeriu gjen shërim fjalë të njerit. E çysh nuk po gjej kanë shërim fjalë Zotit, ka thënë ti mua. Kur Allah e ka kriju zemrën, mendjen. Ti s'mundesh me ushqy mendjen ndryshe vetëm me fjalë Zotit. Me çka ushqen shpirtin? Nëse se ushqen me fjalë Zotit madhrishëm. Pra rrugdalja është Zoti madhrishëm, pastaj fjalët e duhura në vendin e duhur.